Nuk marr pjesë në të bordmo. Do të thënë kam heqë dorë të marrin pjesë për arsye se marrëdhënia e mënyrës se si është organizuar pas reformës, edhe në padjeni tonë, në pavëmendjen tonë shumë më bëhet, se ne kemi, unë se di se kam firmos një gjë për 10 vjet, po megjithatë kjo ngelet për të pa. Ajo që më ka shqetësuar është tendenca her pas hershme për të rritur çmimin dhe nuk është e vërtetë që në 2013 nuk arrit. E kemi arrit pasi e kemi kundërshtuar ne këtu është rrit. Në 2024 me reformën e re, ujësielsi i Lezhës ka zhbo bashkë me Laçën dhe me Mirditën. Humbjet atje kanë qenë katastrofale. Normalisht dhe kanë qenë ndoshta në problematika më të mëdha financiare se ne. Ti kemi lidh kaq lek, kaq përqind më shumë lek, ku kanë shkuar ata lek? Kanë mbuluar humbjet e dikujt? Apo janë reflektuar diku? Sepse nëse do i kthejmë se mora shkas nga ajo që thotë Rini, për shembull, në Shëngjin sot mbytet me ujë, e keni ju për detyrë me hyrë aty, as merrni as i mas, as nuk qeni as i mjet, as nuk qeni as i punëtor. Asnjë. Shkojmë ne si bashki, i bëjmë punë me shërbimet, ndërsa ju jeni inexistent fare atje. Dhe nëse lekët e taksapaguesve lezhian shkojnë me mbush gropat e gjithë qarkut, këtë du me ditë ne. Sepse ne ujësiesin nuk e kemi më në funksion të Lezhës për tarifat që paguajmë. Unë mendoj që ne duhet marrim qëndrim ligjor tash, se s'mund të shkojmë ne kështu. Njëri i bie atij shpatit, tjetri i bie këtij shpatit. Për mua është e papranueshme. Ne kemi përfituar disa projekte me Bankën Gjermane për Zhvillim, me Bankën Evropiane për Zhvillim, ku së pari është ndërtuar ujësielsi Lezhë, një projekt strategjik i pashoq në Republikën e Shqipërisë, dhe ndër më të mirë të në rajon, që për 9 vite nuk është prerë funksioni furnizimit me ujë të pijshëm Lezhë. Për 9 vite. Energji pa energji. Defekte pa defekte. Të gjitha janë të llogaritë me praktikat më të rrepta inxhinierike dhe ka patur një sukses të plotë dhe shumë të rëndësishëm. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme. Në qoftë se menaxhimi i ujësielës kanalizimit me Lezhë do të jetë në startin e nevojshëm inxhinierik dhe teknik. Për 20 vitet e fundit Lezhë është e garantuar për furnizimin e 24 orë me ujë të pijshëm. Sigurisht që këto investime janë grant dhe kredi. Dhe një tjetër grant dhe kredi që është implanti për punimin të ujërat ndodra, që është dhënë nga Banka Evropiane për Zhvillim. Sigurisht dhe kjo ban interesa të këtij. Ne, ujësielsi Lezhë, si askush në Republikën e Shqipërisë, i shlyejm të gjitha kredit muaj për muaj dhe gjitha interesat e kredive. Dhe kjo ka bërë që qeveria shqiptare, donatorët ta rikonsiderojnë qytetin e Lezhë, duke sjellë 16 milion euro investim për eliminimin e përmbytjeve në qytetin e Lezhës, një herë mirë, për ndërtimin e ujësielës Kodër Maleka, i Goca i Kakarrës dhe Magjistrat Kryesor të ujësielës Shëngjim. SHA për antenat e telefonisë celulare, fshati Balldraj, njësia administrative social, por gjithsesi kriteret janë të vendosura me ligj, por Drejtoria e Shërbimit